Përshëndetje miq të dashur, ritakohemi në Vila 24, sot pak më vonë se kur, po besoj keni qëndruar me News 24 dhe me zhvillimet informative dhe e keni kuptuar se kemi munguar pak deri në këto momente, apo jo Kati? Patjetër, po shpresoj që anvisat na keni ndjekur dhe unë me njëherë juftoj këtu te këndijoni gatimit për të filluar me recetën që neve kemi menduar për juve sot. Siç e shikoni këtu në një tenxhere që është në formë tigani tenxhere që neve përdorim këtu në studio, kam vendosur mish qëngji, do të përgatisun sot, të cilin do ta bëjmë me hudhra të njoma, qep të njoma dhe një dorë spinaq, se mund ta bëjmë vetëm me hudhra dhe me qep dhe me erza që është kopër majdanoz. Gjithashtu kri piper dhe pak piper të kuq speci. Këto janë përbërësit. Unë me qënë se kam pasur mishin e kam ndarë në racione, pjesët e brinjve i kam lënë aty sepse do të regoj mënyrën se si do të bëhet, se do të shoqëroj këtë gatim me një pilaf, ku do të them tani fillimisht kam vendosur racionet e mishit, më mbrapa kam shtuar qepën, si që shikoni është karamelizuar dhe mishi dhe qepa për arsye të kohës, dhe shtoj këtu me njëherë hudhrat e njoma dhe qepët e njoma. Pra skuqen e parë të mishit ju e patë që kishte marrë atë ngjyrën e kafrit, ne e kemi realizuar përpara, gjatë kohës që pristim të vinim tek ju në transmetim live, sigurisht për të fituar edhe pak kohë. Pjesa më e madhe e gatimeve, kryesisht ato tradicionale, ne e dim që edhe në shtëpi nisin me skuqen e qepës apo të mishit dhe sigurisht që ju duhet një vaj lule dielli shumë i mirë, si që është vaj gold nga kompania të Uta, nga familja jonë e madhe. Ndaj, unë doja të falenderoja miqtan që janë dhe bashkëpunëtorët e përditshëm që ne kemi në kuzhinën tonë, si që është kompania të Uta me produktet e saj. Natyrisht kemi Atlas me mielin Ola që vjen në paketime të ndryshme dhe na shërben në shumë gatime. Kati mund vazhdosh, se e shoh që po pret mua dhe pastaj unë vazhdoj me të tjerë miq për të falenderuar. Atëherë, pasi kemi hedhur edhe hudhrat e njoma, do të shtojmë këtu edhe qepët e njoma. Ju thash që kjo recetë mund të filloj dhe të përfundoj vetëm me qepë dhe me hudhra, por nëse ju ndodhet edhe një dorë spinaq, sigurisht që shkon. Tani E ndërkohë që ti kemi të gjithë familjarët tanë të barabartë, unë të doja të falenderoja gjithashtu edhe Ovital, vezën me cilësi në 4 stin, dhe jemi në këtë javën e përgatitjes së ëmbëlsirave dhe të kushtuarit të gatimit pak më shumë rëndësi, me qënë se jemi në muajin e Ramazanit, por jo vetëm kaq, jemi dhe në javën që mbyllet me një ditë të bukur, siç është ajo dita e verës në 14 mars. Dhe një falenderim tjetër shkon për Vudin, për ato salcishet e mrekullueshme dhe produktet që ju unë e di konsumonin shumë, sepse fëmijët i duan, janë praktike, janë të shpejta për atë vaktin e shpejtë të mëngjesit apo të mbrëmjes, për të përgatitur ato sanduiçet apo thjesht për t'i pjekur në skar apo për t'i skuqur në tigan dhe për t'i shijuar gjatë vakteve tuaja. I rikthehemi tani gatimit me shumë vëmendje, sepse është një gatim shumë i shijshëm, tradicional, dhe Kati po më thoshte para se të fillonim, është edhe një pjatë tipike për këto për besimtarët apo jo që janë duke agjëruar. Po, është bëhet një gjellë shumë e mirë, shumë e shijshme, dhe thash që nga pjesa e mishit që do të kemi rreth 1 kilogram mish qëngji, kam hequr ato pjesë, domethënë të kockave dhe të tuleve. I kam vendosur për t'i bërë të gjellën me qepët e njoma, me hudhrat e njoma, dhe sigurisht që kam dhe një dorë spinaq këtu dhe erza kopër edhe majdanoz. Dhe këto pjesët e brinjës tani, brinjve, të cilat i kam hequr më njanë sepse nga që janë edhe kështu të njoma, ashtu do t'i bëjmë, ose mund t'i pjekim në furr në një zgar, ose mund t'i kalojmë në tigan ashtu si do t'i bëjmë ne. Se këtë gjellë ne do ta shoqërojmë me një oriz pilaf, të cilin kësaj radhe e sjell të skuqur në gjalp dhe në vaj, pra gjysmë gjalp, gjysmë vaj. Unë faktikisht e kam përfunduar pilafin sepse duhet që të arrim edhe kohën. Ne çfarë kemi bërë? Dhe kemi bërë dhe herë tjetër këtu në studio. Pilafin e kemi gati. Pra si që është ajo raporti 1:2, do me thënë një oriz dhe 2 ujë, sigurisht që fillimisht filloj me kavërdisjen e orizit me gjalp edhe me vaj, dhe mbrapa shtojmë ujin e valuar. Është shumë e rëndësishme. Kjo e lëm që të marrin val në fillim fare, bëjmë një përzierje e lëm të marrin val, dhe më mbrapa si që shikoni ne kemi përfunduar. E ke qarë atë pilafin. Dhe mbuloj me petset. E nuk e bëra unë, e bëri Orizi, kompanisë të Uta. Dhe kë kemi përdorur sot, Goldin me paketimin blu, po, apo jo? Nga kokricat ashtu më duket? Po, kam bërë atë. Kështu që tani cilësor për pilaf dhe risotto.
E ndërkohë në ekran po shikoni dhe variantet e tjera. Ja, këtë kemi zgjedhur në sot, pra po shikoni se sa i shkëlqyer ka dal ky pilafi i skuqur, tradicional i bërë siç e bëjmë edhe në shtëpi. Kokrizat janë të shkrifta nga njëra tjetra, nuk bëhen as të qullta edhe as të forta, dhe këtë diferencë bën pikërisht Orizi Gold nga kompania Teuta, siç patë edhe pak më herët, keni mundësi zgjedhjeje nga më të ndryshmet në varësi të pjatës që ju do të zgjidhni edhe Orizin që do të përdorni, që të keni një sukses të garantuar në atë pjatën që do t'i vendosni përpara familjarëve apo mysafirëve tuaj. Atëherë, meqense ne pilafin e kemi bërë gati, unë do të vëj një tigan që nuk ngjit, nuk do ta vendosim në furrë që të na bëhet gati, domethënë këto brinjtë që unë kam mbajtur, po do t'i përgatis këtu në një tigan, të cilin do ta vë fillimisht që të më nxehet mirë, do rikthejmë këtu te pjesa e gjellës, sepse duhet të shikoj tani se në çfarë jemi, kështu që kanë ullur, kjo është një gatim që bëhet shumë shpejt, dhe siç e shikoni edhe mishi i qëngjit bëhet zihet shpejt, kështu që fillimisht edhe neve herë e parë sot në studio me kalimin e kohës, me që kemi pasur kohë, keni ka përdisur. E kemi tretur. Do me thënë, nëse zakonisht dhemi, ne nuk kemi kohë t'i bëjmë gjërat që do t'i bënët ju në shtëpi, se nuk na premton koha, sot e kemi bërë jo si në shtëpi. Po do kishim bërë 3 racione mish. Dhe tani është momenti që të shtojmë, pasi kemi hedhur kripe dhe piper, tani do shtojmë dhe piper të kuq, tani hidhet piper i kuq, për të, si thua, ka vërdiset edhe ai dhe të marri pak shije në momentin që ne ka vërdisim bashkë me qepën. Okej. I bëjmë një përzierje dhe pjesën e spinakit do ta hedhë në momentin e fundit, që do të thotë me erëzat. Tani këtu do të shtoj pak ujë në mas, jo më tepër. Okej. Si gjithmonë mbajmë një tenxhere në anë të sobës tonë që të kemi. Edhe ujin e edhim kaq në mas, nuk ka nevojë, këto janë jeshillëqe, janë gjëra domethënë që nuk duan shumë lëngje. Prandaj thash që këtë lloj gatimi unë do ta servir me pilafin. Do ta lëm tani që të na bëhet gati. Sa të vi koha pasaj që të kalojmë spinaqin dhe erëzat në momentin e fundit. Që duan shumë pak kohë. Ato duan shumë pak kohë dhe atë që them që këto i lëm pak a pak për të mbajtur atë jeshillëkun dhe atë ngjyrën e mirë që duam nga spinaqi dhe nga erëzat. E lëm që të na bëhet gati dhe kaloj këtu tek pjesa e pjekjes, domethënë sepse nuk do të jenë skuqje, do të jenë pjekje në një tigan që nuk ngjit. Okej. Ndërkohë e pat pak më herët që në ekran kishit recetën, me qënë se nuk kishim mundësi ta lexonim, tani shpejt e shpejt shohim se çfarë na duhet për përgatitjen e mish-qengji me hudhra dhe qep të njoma. Na duhet 1 kg mish-qengji, 500 g qep të njoma, 300 g hudhra të njoma, 300 g spinaq, kopër majdanoz, kri piper vaj dhe 1 lugë piper të kuq speci. Kjo është receta e gjellës që jemi duke përgatitur në këtë momente, ju e patë që është e thjeshtë përgatitje, sigurisht që skuqja e qepës edhe miqit është ajo që do pak më shumë kohë. Kemi përgatitur një pilaf me oriz, me Orizin Gold nga kompania Teuta dhe kemi përdorur për përgatitjen e kësaj pjante 2 fixhan oriz dhe 4 fixhan ujë të valuar, 2 lugë gjallë, 2 lugë vaj, krip edhe piper. Dhe tani jemi duke bërë pjesën e skuqjes së brinjëve në një tigan që nuk na ngjit. Pra do ta plotësojmë të gjithë pjatën, ndërkohë shkurtimisht po ju them se ne sot në plan ç'është e vërteta kishim për të përgatitur edhe ballokumet. Mirë po, nuk patëm kohë edhe mundësi sepse u futëm pak më vonë në transmetim, por këtu kemi përbërësit që ne do të na duhen për përgatitjen e ballokumeve dhe do t'i bëjmë ditën e enjte. Do t'i bëjmë të enjten, prandaj duhet të themi anvisave tona të dashura që për të përgatitur këto ballokume, sigurisht që do të na duhet miell Ola, që është enkas për ballokume. Gjithashtu do të na duhet sheqeri nga kompania Teuta dhe do të kemi këtu edhe gjalp. Këto janë përbërësit që do të na duhen për përgatitur këto ballokume, të cilat, siç e shikoni edhe këtu, un kam finj, që do të thotë është hir, nëse ju gjende, domethënë dhe keni mundësi që ta gjeni, mund të trazoni hirin bashkë me ujë të bollshëm dhe e lëni të kullojë dhe të na degantoj themi neve hirin në fund dhe ngelet ky ujë i pastër në krye fare. Dhe do të duam nga uji i pastër veç se 2 lugë të supës. Por nuk thamë edhe vezët.
Patjetër edhe vezët, po, edhe vezët. I kishim në recetë, kështu që në recetë i patë edhe çfarë, po, gjajfën e duam që ta kemi të shkrirë dhe të ftohtë, do ta kullojmë brenda tek ena. Do të bëhet një rafje mirë, qoftë me luk druri, qoftë edhe me makinë rafse, nëse do ta bëni me luk druri është ajo tradicionale, apo që të bëhet ajo faktikisht duhet që të kemi edhe ato enën e bakrit që të na do dhe forcë fizike, e kanë zonjat e Elbasanit, të cilat janë talente për këtë lloj gatimi, sepse çdo trevë e Shqipërisë ka, si thua, talentin e vetën në një gatim të vetë. Patjetër që po. Që është karakteristike e çdo treve. Për ballokume mbahet edhe zona e Elbasanit. Ndërkohë që, po ju thonim ato recetë që pat në ekran, përbërësi që ne kemi këtu, do t'i ruajmë për ditën e njëjtë aty ku do të përgatisim edhe recetën e ballokumeve. Ndërsa sot do të mjaftojmë me recetën e parë, me atë pjatën e plot të drekës për sot, me pilafin që e kemi përgatitur, i cili do të shoqërohet edhe me mishin e qenjit, i cili është duke vluar tani dhe unë e dëgjoj këtë zhurmën këtu në studio. Ka mbetur për të shtuar vetëm spinaqi dhe erëzat e freskëta, të cilat besoj për pak minuta do t'i shtojmë në tigan dhe do ta shërbejmë pjatën e plot në banak në studio. Të kam zënë shumë vënd të t'jesht të tastant. Tani, po mund t'i heqim ato, sepse nuk do t'na duhen. Ta frëm këtu për të bërë këto erëzat që do t'na duhen. Edhe mishi do na bëhet shumë shpejt neve, sepse këto janë të njoma edhe mishi u zije në kavërdisjen që ne i bëm, qepët janë të njoma, kështu që nuk duan shumë kohë për të bërë gati. Tani do shtojmë edhe pjesën e spinaqit, më fund do shtojmë dhe erzat, kopër dhe majdanus, dhe do ta kemi gati pasaj për ta serviru. Okej, dhe ndërkohë jemi në 2 minutin e fundit gati, kështu që do duhet të nxitojmë pak, që të hedhim në pjatë edhe... Ato tani një të këthim prapë anil, do t'i hedhim unë dhe këto thashun, qepët dhe këto na ja bën shumë të mira. Ajo që ngele do me thënë është pjesa e spinaqit. Edhe... Okej. Shumë shpejt do të bëhen gati. Po, ndërkohë që bëhet ajo, ne mund të hedhim pilafin në pjatë. Patjetër që do ta rregullojmë. Po do qëndroj unë aty për ta shtypur nga pak. Mund të ma shtypësh nga pak atë, që të hedhim dhe këto erëzat, që të më bëhet gati kjo pjesa. Sa të filloj të tkuret spinaqi edhe erëzat dhe pjata quhet e përfunduar. Po, ti largon atë, unë po qëndroj pak këtu për t'i dhënë një dorë spinaqit dhe ja ku do ta kemi gati. Okej. Do t'i shtoj këtu pak gjallë. Që të mos... Se dua këtë lëngun që ta servir tek pjesa e pilafit, edhe krip, sepse s'kam hedhur krip. Krip edhe piper vetëm. Dhe kjo, filloj me një herë të vëshkas edhe të vishket, është pothuajse gati. Atëherë, tani do ta servirim anil. Po. Për anilën presim sa të tuam, por është marketingu që ka kohën e vetë dhe do duhet të respektojmë minutazhin. Atëherë, gati po dhe të thjeshtë mund ta lihen në pjatë. Unë po krijoj pak vend këtu. Kjo ka një kështu që bëhet në këtë mënyrë, që do të thotë racionet e mishit. Duhet të hedhen, do me thënë, tek pjesa e brendshme e pilafit, ton. Në kohë që qëndrojnë ato marrin shumë shije. Atëherë, ne duhet shkëputemi tani. Për të kthyer përsëri, ma thoni pak apo jo? Jo, nuk mund të kthehemi, ndoshta duhet ketë ndonjë gjë tjetër në vazhdim. Ju kërkojmë ndjes, kaq ishte koha, shkëputemi. Gjyna. Gjyna. Do të shohim tani
se si do të përfundojnë pjatat, si do të duken edhe të shërbyera, sepse sadoj që ne gatuaj me shije dhe ai momenti kur e shohim në pjatë, ka lezetin e vet. Është momenti më i bukur, do të them sepse syri është ai që fillon, është magjia, pastaj është unda nuhatja dhe pastaj është goja që po e shijojmë. Kështu që ne siç e pat fillimisht kemi bërë një shtresë me pilaf, kemi vendosur këto brinjët, të cilat siç e shikoni, i kemi bërë një pjekje në një tigan që nuk ngjit, si kemi vendosur më mbrapa edhe pak gjarp. Do ta shuajmë tani me këtë verën. Kjo është domethënë ajo salca që do t'i japi atë shijen përfundimtare, që do të thotë mbasi kemi vendosur edhe këto, do të shtojmë tani edhe pjesën tjetër të orizit. Po, një tjetër shtres, pra mbi brinjët e skuqura. Mos na digjet kjo gjëja këtu, jo. Kanë ti ta fikun këtu, se mund ta fikim anil, sepse besoj do jetë bërë gati. Po, është bërë gati, është. Thjesht po e lëm vetëm pak në vatrën e sobës dhe do ta kemi këtë tansin po e largojmë se e kishim përballë okumet që s'bëm dot. Atëherë, këti duhet të nxitojmë. Po, do nxitojmë sepse ja e kemi përfunduar dhe i bëjmë një shtypje kështu tani që të kemi mundësi ta kthejmë në një pjatancë. Edhe këtë salcën, pasi ka avulluar alkooli, do të servirim lartë. Bëhet shumë i mirë pjata. Në një pjatancë. Okej. Edhe ja, ku e kemi... Okej, kjo është ai momenti që dhe del siç duhet. U duk sikur s'po e bëja tani, është kjo salca që thamë me lëngje. Që sa e shishme është ajo që mbetet aty në fund. Kjo është ajo gjithë lezeti. Shumë e mirë dhe shumë e shishme bëhet kjo lloj recetë. Tani pjatën tjetër? Edhe tjetrën. Edhe tjetër? E servirim këtu Anila, tek kjo. Po, tek ajo, se e trashësh ajo. Edhe shoqërojmë pastaj. Aroma e verës këtu me mishin është fantastike. Po dhe kjo, edhe ky gatim Anila nuk e ke den se sa i shishëm bëhet. Ashtu, duhet provuar, pra. Është një gatim special për tani në hyrje të verës. Sezonit të bukuri. Pranë verës, na të shojmë pak kështu afër me njëra tjetrën tani. Ja kështu, shumë mirë më duket. Besoj të ketë shumë kështu. Hajde. Ti edhe një sy të shpejt tani? Një pjatë e tillë, edhe ande nga një pjesë të orizit, edhe jemi në rregull. Po më në rregull se kaq nuk ka ku të shkoj. Kati faleminderit, sigurisht që do t'i vendosnim dhe zbukurimet në fund, të lupshin duart për pjatat edhe për sot dhe për idetë që na ke sjell në tryezat tona. Edhe pak këtu, domethënë që të bëhet bukuri. Që dhe ta shijojmë, po dhe të duket edhe bukur. Kati faleminderit. Faleminderit e dashur, kënaqësi si gjithmonë, edhe sot më ishe bërë një barbie e vërtetë. Isha bërë. Edhe pse koha jo nuk patëm, domethënë. Rëndësikat gatuaj mirë ne po. Si barbie apo jo pak punë na bën. Faleminderit. Faleminderit kënaqësi e dashur, faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, bëni gati këto produkte për të enjten, që të gatuajmë këtu së bashku, ju nga shtëpia dhe unë këtej me Anilën në studio. Ju përshëndesim këtu.